Sot në Bibliotekën Zoja e Shkodrës u promovua libri më i ri Veç drita s'pas ka marrim nga autoria Lucia Zor Bakalaj. Gjatë promovimit, autoria ndau historinë e frymëzimit të librit, duke folur për kujtimet e fëmijërisë, familjen dhe qytetin e Shkodrës. Është një libër autobiografik. Kam fillu qysh për fëmijërisë, kujtimet fëmijërisë, është me personazhe autentik, personazhe real. Personazhet pozitiv jam mundu me i vu me emra, disa personazhe po thona jo pozitiv, atyne nuk e kam vu emra. Histori e përjetume, është një memuar, mundën a me i qujt, po kështu quhen, po libër kujtimesh, artistik, kam shkru shumë për prindë e mi, sidomos për babin, që është edhe i njoftur. Kujtimet vinë varg e varg, si vadi si një histori, deri kur kam kanë në 17 vjeçë. Po mandaj ka për kujtime tjera, por që janë kujtimeve të tjerëve, sidomos kujtimet prindve. Është histori e qytetit, histori e rrugicave tona. Ajo gjithashtu solli mesazhin që libri përcjell tek lexuesi, një mesazh shprehse drite dhe reflektimi mbi vlerat e jetës. Mesazhi jem është një fjali që po e përmendi, që e kam vu në libër, që kam thënë. Qysh sytë e nanës teme, ty më shikju, që lexoshin mirë të unë, më thanë që qysh në gjenezën teme, janë disa kodit në nshkrume, ku hakmarrja, bilele, shëmbëllësa hakmarrjes nuk kanë vend. Ky promovim libri tërhoqi dashamirës të letërsisë dhe lexues të interesuar për të njohur nga afër botën e autorës dhe thelbin e librit të saj të ri, Veç drita s'pas ka marrim.